Me hyrjen në sezonin veror, rreziku I zjarreve në pyje dhe kullota arritet ndjeshëm. Për të përballuar këtë situatë, pranë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura është ngritur shtabi qendror I emergjencave në bashkëpunim të ngushtë me bashkitë e administratat vendore. Ky shtab bën vlerësimin konkret të terrenit, identifikon zonat me risk të lartë dhe koordinon çdo ditë komunikimin me qendrat administrative për të siguruar një reagim të shpejtë dhe efikas në rast zjarrvënies. Çdo situatë e zjarrit raportohet menjëherë pranë AKZM-s nga kontaktet zyrtare të ADZM-ve në Qarqe. Informacioni I raportuar përcillen në kohë reale drejt stacioneve zjarrfikse për të mundësuar ndërhyrje të menjëhershme. Në terren është aktivizuar e gjithë baza materiale ekzistuese, duke përfshirë mjetet lëvizëse, pompat fikse, pajisjet individuale dhe forcat zjarrfikse. Televizioni Apollon vizitoi stacionin zjarrfikës në Bashkinë e Belqit, e një zonë kodrinore ku rreziku I zjarreve është I lartë çdo verë. Në një intervistë ekskluzive, zoti Ymer Hasalla, shefi I shërbimit zjarrfikës, theksoi se janë në gatishmëri të plotë 24 orë dhe se kanë hartuar një plan ndërhyrjeje në bashkëpunim me strukturat vendore dhe me banorët për të raportuar menjëherë çdo sinjal krimi. Ai bën një apel për qytetarët që të shmangin çdo aktivitet që mund të shkaktojë zjarr, si djegja e mbeturinave apo barishteve të thata në afërsi të pyjeve. Ndërgjegjësimi dhe bashkëpunimi janë thelbësor për të parandaluar dëmet e mëdha në mjedis dhe ekonomi. Në kuadrin e emergjencave, në prag të verës, drejtoria e MZSH-s Belish, bashkëpunim edhe me prefekturën, edhe me drejtorinë e përgjithshme të MZSH-s, ka bërë planin e masave për emergjencën, për rrezikun e shtuar në sezonin e verës, edhe ka organizuar punën për të përballuar të gjitha llojet e situatave që mund të krijohen. Në këtë kuadër, mbi bazën e planit masa të bërë nga prefektura, nga Bashkia Belish, edhe drejtoria e MZSH-s Belish ka bërë planin e vet të masave, ka marrë masat e emergjencës, ka shtuar gatishmërinë, kemi ngritur përveç strukturës tonë, si stacioni I MZSH-s, edhe grupet vullnetare në qendrat administrative. Në këtë drejtim, do t'ju them që ne jemi stacion I ri realisht, nuk posedojmë maksimumin e mjeteve, por ne kemi nga gatishmëri 2 mjete zjarrfikse, edhe pastaj kemi edhe mjetet e bashkisë, mjetet të vullnetarëve, me të cilët bashkëpunojmë ngushtë edhe reagojmë për çdo lloj zjarri që mund të bjejë në territorin e bashkisë Belish. Përveç kësaj, koordinuar punën edhe në rang prefekture, edhe në rang republike. Domethënë, menjëherë komunikojmë me të gjithë veprorët, me varësit tonë, reagojmë për çdo rast ditën më shpejt se 3 minuta. Një mesazh që doja ta transmetoja edhe me rastin e kësaj interviste që po merrni ju, është ky që gjithë banorët e territorit të Belshit, duke qenë se jemi territor kodrinor me gjelbrim të shtuar në mënyrë të veçantë me ullishta dhe me vreshta, është që të bëjnë maksimumin e kujdesit në lidhje me bimësinë e ulët, e cila tash me rastin e fatësirës tepërore thahet edhe bëhet një rrezikshmëri e shtuar për rendjen e zjarreve dhe për përhapjen e zjarreve.